Mirë, ne në këto momente do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë nëpërmjet të Skype-it në Igeo, atje ku na pret Anira Gjoni. Mirëmëngjes Anira. Mirëmëngjes. Në fakt, dua të pyes me njëherë pa humbur kohë se si do të jenë temperaturat ditën e sotme dhe nëse rreshjet e dëborës do të rikthehen sërish ose do të kemi sërish të përgjatë javës rreshje dëbore. Jo, nuk presim që të kemi sërish të rreshje dëbore, janë ezauruar, le të themi, ditën e djeshme, kemi ndërprerjen e rreshjeve, përveç në disa prej qarqeve presim që të kemi rreshje të dobta lokale për gjatë ditës së sotme, ka qenë kryesisht mëngjesi deri nga mesdita dhe më pas do të shkojmë drejt ndërprerjes totale të tyre për të rikthyer rreshjet sërish ditën e premte, por me intensitete të ulta. Për sa i përket temperaturave, do të vijojnë të jenë të ulta dhe do të jetë një mot i ftohtë për sa i përket kësaj jave. Më konkretisht, temperaturat për ditën e nesërme presim që minimalet në Bregdet të shënojnë 5 gradë dhe maksimale 12, në zonat e ulta minimale 2 gradë dhe maksimale shkojnë deri në 13, ndërsa në zonat malore minimalet presim që të shënojnë -5 dhe maksimale të shkojnë deri në 5 gradë. Ndërkohë që nuk do të kemi rreshje as të shiut deri ditën e premte, Anira? Jo, presim që të kemi ndërprerjen e tyre dhe më pas do të rikthehen përgjatë ditës së premte. Fundjava si do jetë e shtuna dhe e diela? Do të jenë në ndikimin e vranësirave, alternime, pra kthjellime dhe vranësira, të cilat do të gjenerojnë edhe rreshje të dobta lokale, por nuk shohim problematika lidhur me to. Gjithsesi është akoma shpejt është fillimi i javës për të folur për çështje teknike për sa i përket fundit të javës. Kjo javë, ashtu siç e prisnim, me temperatura të ulta dhe me rreshje në formën e dëborës, ndodh për shkak të ardhjes së një mase të ftohtë me origjinë pra nga Arktiku, është një paqëndrueshmëri e masës së ftohtë, e cila ndodhet mbi vorteksi polar, ashtu siç njihet e thënë nga ana meteorologjike, dhe zakonisht ajo qëndron mbi Arktik, pra është në gjendjen e saj stabël, të qëndrueshme, por përgjatë stinëve tranzitore, siç është pranvera dhe vjeshta, ndjes, ndodh kjo paqëndrueshmëri e masës së ftohtë, e cila shpërndahet më pas drejt jugut, duke prekur edhe vendet të cilat janë më të ngrohta. Dhe duke sjell edhe deri në rreshje në formën e dëborës, ashtu siç ndodhi përgjatë ditës së djeshme, dhe u prekën të gjitha zonat malore në vendin tonë, në veri, verilindje, lindje dhe juglindje të vendit. Ndërkohë që këto ditë ndoshta do ndihmojë edhe ato zona të cilat kanë qenë problematike nga dita e djeshme, apo jo? Po, do të kemi përmirësimin gradual për sa i përket kushteve të motit, do të vinë temperaturat do të vijojnë të qëndrojnë të ulta deri ditën e premte. Premtja do të jetë ajo që do të shënojë edhe një kthes, le të themi, apo rritjen e temperaturave, pasi edhe në zonat malore presim që të shkojnë në 0 gradë. Për sa i përket ditës së martë, mërkurë të njëjte, në zonat malore do të vijojnë të qëndrojnë në vlerat minus, pra në vlera negative në 0. Kjo sigurisht që është e dëmshme për sa i përket sektorit të bujqësisë, por nga ana e shëndetit le ta quajmë që është diçka më e shëndetshme ky mot i ftohtë që na shoqëron për javën. Po Anira, po ndoshta të gjithë janë duke pritur atë pranverën. Po, do të jenë 2 javët e tjera të cilat do të sjellin edhe diell dhe temperatura të larta. Të premten temperaturat maksimale presim që të rriten, të shënojnë në Bregdet 16, në zonat e ulta shkojnë në 18 gradë, në zonat malore 14, pra do të ketë një përmirësim ditën e premte për sa i përket temperaturave. Mirë, pra e premtja përveç se do ketë rreshje shiu, po do ketë një ndryshim temperaturave ku nuk do ketë deri diku rritje të tyre, apo jo? Po, do të sjellë rritjen e tyre dhe java tjetër më pas do të ketë temperatura më të larta dhe do të ketë ditë me diell sigurisht. Edhe përgjatë kësaj jave dielli nuk do të mungojë, por do të jenë temperaturat e ulta. E kuptoj. Mirë Anira, unë do falenderoj shumë që të kisha në këtë lidhje të drejtë për të na dhënë një pasqyrë se si do të jenë temperaturat për gjatë të ditëve në vijim.
e po ashtu nëse do të kemi reshje apo jo. Faleminderit. Faleminderit juve.